إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falenderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa salavatet më të përzemërta, më të ngrohta, I dërgojmë njeriut më me vlerë në historinë njerëzore. Mësuesit të njerëzisë, krijesës më të dashur të Allahut subhanahu wa ta'ala, vulës së pejgamberisë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, I cili nuk kurseu asgjë që sot feja jon të jetë feja islame. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e devijon. Dhe atë që Allahu e lën në devijim nuk ka kush që e udhëzon në rrugën e drejtë përpos tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot I cili meriton të adhurohet përpos Allahut. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun sinqerisht dhe mos vdisni përpos duke qenë musliman. O ju njerëz, kijeni frikë Zotin tuaj I cili ju krijoi juve prej një veteje dhe nga ajo e krijoi palën e saj. E prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Kijeni frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruajeni farafisin se Allahu është mbikëqyrësi juaj. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai ju mundëson juve të bëni vepra të mira, u ashlyem juve mëkatet tuaja. E kush e respekton Allahun dhe të dërguarin e Tij, ai ka arritur një fitore të madhe. Fjala më e drejtë është fjala e Allahut, ndërsa udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë bidatet. Çdo bidat është humbje, ndërsa çdo humbje shpije në zjarr. E lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na mbrojë nga zjarri. Amin. Xhamati nderuar, si dhe ju dëgjues të nderuar të radios islame, të cilët na përcjellni nga të katër anët e botës nëpërmjet valeve të internetit, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur që ka ekzistuar ndonjëherë, përshëndetjen islame dhe përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, shpëtimi, mirësitë dhe begatit e Allahut qofshin me ju. Në këtë ditë të bekuar, në këtë ditë gjumaje, e kam zgjedhur një temë e cila ka të bëj me mëkatet të cilat bëhen në vetmi, dhe e kam titulluar 7 mënyra për të shpëtuar nga mëkatet në vetmi, apo 7 mënyra për të shpëtuar nga mëkatet të cilat bëhen fshehurazi. Nuk ka dyshim se njeriu, e sidomos muslimani, gjatë jetës së tij përballet
me situata të ndryshme, gjendet në sprova dhe situata nga më të ndryshmet, dhe shpesh herë i ndodh që të bëjnë ndonjë mëkat, qoftë ai mëkat në pranitë të tjerëve, apo qoftë ai mëkat në pranitë të askujt, pra kur është vetëm ai në vetmi, apo fshehurazi. Sot do të ndalemi te mëkatet fshehurazi, pra kur njeriu gjendet në vetmi dhe nuk ka asnjë njeri tjetër, asnjë krijesë tjetër për rreth tij që ta shikojë. Pra ai bën mëkat dhe haron se Allahu subhanahu wa ta'ala është gjithmonë mbikëqyrësi i tij. Ai haron apo e mashtron vetveten duke menduar se ai po e bën mëkatin dhe nuk e sheh askush. Pra mendon se nëse është në vetmi, nuk ka tjetër kush e mbikëqyr. Dhe haron se Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famëlar thot: Inna Allaha kana alaykum raqiba. Dijeni se Allahu është mbikëqyrësi juaj. Pra, edhe kur jeni në pranitë të tjerëve, por edhe kur jeni në vetmi, kudo që të jeni dhe në çfarë do kohe që të gjendeni, pra Allahu është gjithmonë mbikëqyrësi juaj. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk ka mundësi që njeriu ta flet një fjalë e përpos që të jetë i shoqëruar nga një mbikëqyrës i gatshëm. Pra është fjala për melekët, një melek në krahun e djathtë dhe një tjetër në krahun e majt. Pra çdo fjalë që e flet besimtari, çdo fjalë që e flet njeriu, nuk ka mundësi që ajo fjalë të mos shënohet. Qoftë fjalë e mirë apo qoftë fjalë e keqe. Nëse është fjalë e mirë, meleku i krahut të djathtë e shënon në regjistër, por nëse është fjalë e keqe, meleku i cili gjendet në krahun e majt e shënon po ashtu në regjistrin e tij. Dhe ky regjistër një ditë, në ditën e llogarisë, në ditën kur do të dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala, do të shpaloset, do të hapet përpara të gjithë krijesave të tjera. Dhe të gjitha ato gjëra, të gjitha ato vepra që njeriu i ka vepruar, qofshin të mira apo të këqija, do të shpalosen dhe për të njeriu do të jep llogari në ditën e gjykimit. Pra njeriu si krijesë është krijesë e dobët dhe shpesh herë bëhet pre e shejtanit apo e nefsit, i cili e urdhëron gjithmonë që të veprojë vepra të këqija, pra që të veprojë në pajtim me epshet dhe dëshirat e tij. Pra shejtani i mallkuar dhe nefsi i cili gjithmonë urdhëron në vepra të këqija janë pjesë e pandashme e njeriut. Pra gjithmonë që nga lindja e deri në vdekje, këto të dyja janë së bashku me njeriun dhe gjithmonë tentojnë që ta urdhërojnë njeriun që të bëj mëkat ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po parashtrohet pyetja, çfarë duhet të bëj muslimani nëse i ndodh që ndonjëherë bën ndonjë mëkat? Pra, pavarësisht me dashje apo pa dashje, ndonjëherë besimtari është i vetëdijshëm se një vepër është mëkat, mirë po megjithatë ai bëhet rob i shejtanit apo rob i epsheve dhe dëshirave të tij dhe e bën mëkatin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po ndodh që ndonjëherë njeriu pa dashur të bëjë ndonjë mëkat, pra qoftë ai pa qëllim, me gabim apo me harres. Pra çfarë duhet bërë nëse besimtari ndodh që të bëjë ndonjë mëkat ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala? Përgjigjen e kemi qartë në disa ajete të Kur'anit famëlar. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. I drejtohet Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe i thot: thuaj, o ju robërit e mi, të cilët e keni tepruar në mëkate, të cilët e keni ngarkuar veten me mëkate të shumta, la taqnatu min rahmatillah. Mos i humbni shpresat në mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sepse edhe nëse Allahu
hidhërohet kur njeriu bën mëkat, prap se prap Allahu subhanahu wa ta'ala thot: inna rahmeti sabaqat ghadabi. Mëshira ime ja ka te i kaluar hidhërimit tim. Pra, mëshira ime është prap se prap më e madhe se sa hidhërimi im. Mëshira ime, thot Allahu, e mund hidhërimin dhe dominon mbi hidhërimin. Andaj në këtë ajet kuranor, Allahu subhanahu wa ta'ala ju drejtohet besimtarëve të cilët kanë bërë mëkate të shumta, mëkate të mëdha, se shpresa ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala nuk duhet të humbet asnjëherë. Pra, o ju që e keni tepruar në mëkate, që e keni ngarkuar vetveten me mëkate të shumta, mos i humbni shpresat në Allahu subhanahu wa ta'ala. Mos i humbni shpresat në mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj ajeti vazhdon: inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Dijeni se Allahu i fal të gjitha mëkatet. Innahu huwal ghafurur rahim. Dijeni se Allahu është falës dhe është mëshirues. Pra, të gjitha mëkatet të cilët mund të rrjedhin nga njeriu, Allahu subhanahu wa ta'ala është në gjendje që t'i fal, mirë po me kusht që njeriu t'i drejtohet me pendim të sinqert. Përveç një mëkati i cili është mëkat i cili nuk falet, pra ai është shirku, për të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala thot: inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Vërtet Allahu nuk e fal që atij t'i përshkruhet apo t'i bëhet shok. Nuk e fal shirkun asesi. Ndërsa përveç atij mëkatet e tjera i ia fal atij të cilit dëshiron t'i ia fal. Pra nëse dëshiron i ia fal, e nëse dëshiron e dënon. Pra mbetet në dëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po, kur e dim se besimtari i drejtohet Allahut me një pendim të sinqert, me një pendim i cili është vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, ta dim se Allahu subhanahu wa ta'ala na ka premtuar se do të na i fal mëkatet, kur thot në hadithin qudsi: inna rahmeti sabaqat ghadabi. Mëshira ime e ka mund hidhërimin tim. Pra mëshira ime do të dominoj pranë hidhërimit tim dhe do t'ju kaploj juve të cilat bëni pendim të sinqert. Në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala thot: wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Ai i cili bën ndonjë të keqe, bën ndonjë mëkat, apo i bën padrejtësi, i bën zullum vetvetes së tij, e pastaj pas kësaj thot kërkon falje nga Allahu, dije se ai do të gjej Allahun si falës dhe si mëshirues. Pra, kur njeriu bën ndonjë mëkat dhe ndonjë të keqe, menjëherë duhet shpejtuar që të kërkoj pendim dhe të kërkoj falje nga Allahu subhanahu wa ta'ala, e në këtë rast le ta di se Allahu është falës dhe është mëshirues. Pastaj në disa ajete në surën Al-Furqan, Allahu subhanahu wa ta'ala kur i përshkruan besimtarët thot: walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Ata të cilët nuk luten ndonjë zoti tjetër së bashku me Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra, nuk i luten edhe ndonjë zoti tjetër përkundrejt lutjes që ja bëjnë Allahut, do me thënë nuk i bëjnë shirk. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Dhe nuk e vrasin ndonjë person apo ndonjë njeri përveç se me të drejtë, pra përveç se kur ai e meriton. Wala yaznun, dhe nuk bëjnë amoralitet. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Ai i cili i bën këto mëkate do të gjejë dëshkimin dhe dënimin te Allahu subhanahu wa ta'ala. Yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ati do të dyfishohet dënimin e ditën e gjykimit dhe do të jetë i përbuzur përgjithmonë në xhehenem. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Përveç atyre të cilët bëjnë pendim të sinqert dhe e besojnë Allahun sinqerisht dhe veprojnë vepra të mira, këto persona, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, do t'ua zëvendësoj veprat e tyre të këqija, do t'ua shkëmbej dhe do t'ua zëvendësoj me të mira. Pra aq sa kanë bërë vepra të këqija, aq do të jetë numri i veprave të mira të tyre. Pra, kusht është që të ketë pendim të sinqert,
të ketë besim të sinqert te Allahu subhanahu wa taala dhe të mos i përsërit mëkatet. Përpos kësaj edhe të vazhdoj të veproj vepra të mira. Pra Allahu thot të gjitha ato këqija të cilat i ka bërë, unë do t'ja zavancoj me të mira. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dhe përfundon ajeti ku Allahu subhanahu wa taala thot, dijeni se Allahu është falës dhe mëshirues. Pra në shumë ajete Allahu i përmend këto dy emra dhe këto dy cilësi të Allahut subhanahu wa taala së bashku njëra me tjetrën. Është falës dhe është mëshirues. Pra është falës se u afali mëkatet, ndërsa është mëshirues se ato mëkate u zëvendëson juve me vepra të mira. Pra aq sa i keni pasur vepra të këqija, Allahu u zëvendëson juve me vepra të mira. Duhet të potencojmë se vetë bërja e mëkatit në vetmi llogaritet si mëkat në vete. Pra, përveç njeriu që e bën mëkatin, edhe vetë bërja e mëkatit në vetmi, kur njeriu mendon se nuk e shikon askush, edhe kjo vetë llogaritet si mëkat. Pra mëkati bëhet i dyfisht, përveç mëkatit që bëhet, mëkati tjetër është se ti e di që Allahu është duke të mbikëqyr, mirë po prap vazhdon dhe bën mëkat. Pra kjo llogaritet si mëkat në vete, sepse kjo në vete ngërthen mos turpërimin nga Allahu subhanahu wa taala. Pra vetë bërja e mëkatit fshehu razi, kjo ngërthen në vete se ti pra nuk ke turp. Pra njeriu nuk ka turp nga Allahu subhanahu wa taala, ndërsa ka turp përpara njerëzve. Allahu subhanahu wa taala në lidhje me këtë thot: "Yastakhfuna minan nas, wala yastakhfuna min Allah." Thot, ata turpërohen nga njerëzit, ndërsa nuk turpërohen nga Allahu. Pra të turpërohesh nga njerëzit, ndërsa të mos turpërohesh nga Allahu, është një prej mëkateve të mëdha. Pashtu ajeti vazhdon dhe thot: "Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl." E Allahu thot është me ata kur ata planifikojnë fshehurazi që të bëjnë, që të thonë thënie me të cilat Allahu nuk është i kënaqur. Pra, ai është gjithmonë në praninë e tyre, edhe kur ata planifikojnë dhe mendojnë që ta bëjnë veprën e keqe, Allahu është me ta. Edhe kur e veprojnë, po ashtu Allahu është me ta. Pra, Allahu i qorton ata të cilët bëjnë mëkate fshehurazi, duke thënë se ata turpërohen nga njerëzit, mirë po nuk turpërohen nga unë. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dhe dijeni se Allahu nuk mund t'i shpëtojnë veprimet e tyre. Çdo veprim qoftë i vogël apo i madh, çdo mendim dhe çdo planifikim është në dijeninë e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e ka tërhequr vërejtjen nga bërja e mëkateve fshehurazi. Në një hadith të cilin e transmeton Ibn Majah me senedin e tij nga Thawbani radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati muhsinatin bimuhsinatin amthala jibali tihama bidan fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an manthura." Në ditën e gjykimit, pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Unë do t'i dalloj disa prej njerëzve të cilët janë nga ummeti im dhe vinë në ditën e gjykimit me vepra të mira sa kodra e tihames." Kodra e tihames është një prej kodrave më të mëdha në luginën e arabe. Bidhan thot do të vinë me vepra të mira, do të vinë me vepra të mira sa kodra e tihames, dhe ato vepra janë aq të mira sa që do të bëjnë dritë, thot do të jenë të bardha. Fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an manthura. Mirë po Allahu thot këto vepra do t'u shndroj atyre në hi e pluhur. Pra do t'u asgjësoj, do t'u humb dhe do t'u zhduk këto vepra dhe do të mbeten pa asnjë vepër të mirë. Atëherë Thawbani radhiyallahu anhu i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, na i përshkruaj si janë, kush janë këto njerëz, na i përshkruaj cilësitë e tyre që ne të kemi kujdes të mos bim në këtë grup." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun walakinnahum aqwamun idha khalu bi maharimillahi intahakuha." Tha, sa u përket këtyre njerëzve, ata janë vëllezërit tuaj dhe janë prej jush, pra janë musliman sikur që jeni ju,
Dhe po ashtu thot, wa ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun. Edhe falin namaz natë ashtu siç ju falni namaz natë. Pra, edhe ata janë në vepra të barabartë me ju. Mirë po, walakinnahum aqwamun idha khalu bi maharimi Allah intahakua. Por ata thot kur vetmohen me mëkatet apo me haramet të cilat Allahu i ka ndaluar, ata thot i në përkambin dhe i shkelin. Pra i veprojnë, kur janë në vetmi i veprojnë, ndërsa kur janë në mesin e njerëzve, nuk i veprojnë duke u turpuruar nga njerëzit. Pra këto lloj personash të cilat nuk turpurohen nga Allahu, por turpurohen nga njerëzit, sado që të bëjnë vepra të mira, për shkak të mëkateve të tyre fshehurazi, Allahu do t'ua asgjësoj të gjitha veprat e mira, të cilat do të jenë edhe sa kodra e tihamës, pra do t'ua bëjnë hi e pluhur. E lutim Allahun që të mos jemi prej këtij grupi. Amin. Cilat janë hapat që duhet ndërmarr për të shpëtuar nga mëkatet fshehurazi? Pra, po e potencojnë mëkatet fshehurazi, sepse janë mëkatet të cilat bëhen më shpesh nga njerëzit. Pra, kur njerëzit janë në pranitë të tjerëve, ruhen pra, turpërohen prej njerëzve dhe nuk bien në mëkate, përveç disa të cilat nuk kanë as pak turp as nga njerëzit. Mirë po, shumica e njerëzve kur janë në vetmi, atëherë i bëjnë mëkate ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe e mashtrojnë vetveten e tyre duke thënë se nuk më sheh askush. Mënyra e parë se si duhet të shpëtojmë nga këto mëkate, pra nga mëkatet fshehurazi, është kthimi tek Allahu subhanahu wa taala me lutje dhe dua të sinqertë, që të na largojë nga mëkatet në përgjithësi, e sidomos nga mëkatet fshehurazi. Pra duhet që ta lutim Allahun që të na mundsoj, të na forcoj imanin ton, të na forcoj bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe që të na largojë nga mëkatet fshehurazi, duke na mundsuar që të turprohemi prej Allahut subhanahu wa taala më shumë se sa turprohemi prej njerëzve. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kur ty të pyesin robërit e mi për mua, thuaju se un jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Un i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lut mua. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Le të më lusin mua dhe le të besojnë sinqerisht në mua, ndoshta do ta gjejnë udhëzimin. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala na urdhëron që ne t'i lutemi atij, që drejtohemi me lutje të sinqertë që të na largojë nga çdo mëkat, qoftë ai në pranitë e njerëzve, e sidomos në prani vetëm të Allahu subhanahu wa ta'ala, pra kur jemi në vetmi. Mënyra tjetër është përpjekja e njeriu që t'i largojë vezveset e nefsit dhe të shejtanit, si dhe të përpiqet ta pastrojë shpirtin me adhurim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Në lidhje me këtë Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa nafsin wa ma sawaha." Pasha njeriun dhe pasha atë i cili e krijoi atë. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dhe të cilit ja mësoi veprat e mira dhe veprat e këqija. Pra Allahu e krijoi njeriun dhe bashkë me krijimin e tij ja mësoi atij, ja bëri të qartë se cilat janë veprat e mira dhe cilat janë të këqija. Qad aflaha man zakkaha. Ka shpëtuar, thot ai i cili e ka pastruar vetveten e tij. Wa qad khaba man dassaha. Dhe ka dështuar ai i cili e ka poshtruar vetveten e tij me mëkate. Mënyra tjetër për të larguar apo për të shpëtuar nga mëkatet fshehurazi është që njeriu ta përkujtojë dënimin e rënd, dënimin e ashpër i cili e pret në ditën e gjykimit. Pra, siç u cek më herët në hadithin e Thaubanit, pra të gjitha veprat e mira të cilat i vepron gjatë jetës së tij, për shkak të mëkateve fshehurazi, Allahu ja asgjëson të gjitha ato vepra, ja bën hi e pluhur dhe pastaj ai mbetet pa asnjë vepër të mirë, mbetet vetëm me vepra të këqija dhe kështu ai pastaj hyn në xhehenem, hyn në zjarrin të cilin Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur për mosbesimtarët. Pra, kur muslimani e kujton këtë dënim të rënd, e kujton këto ndëshkime të rënda, ai pra e ndalon vetveten nga bërja e mëkateve fshehurazi. Mënyra tjetër është ndjerja e mbikëqyrjes së Allahut subhanahu wa taala, të cilën e cekëm në fillim të ligjëratës. Pra, njeriu gjithmonë asnjëherë nuk guxon të harrojë se edhe kur është vetëm, ai është me dikë. Pra,
gjithmonë kur ai është në vetmi, duhet ta di se është me dikë tjetër, pra ai është Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në Kur'anin famëlar thot: Inna Allaha kana alaykum raqiba, vërtet Allahu është mbikëqyrësi juaj. Pra nuk shpëton prej tij asgjë, qoftë fjalë, qoftë vepër, qoftë ndonjë planifikim apo mendim të cilin e kemi si ide, apo qoftë edhe një lëvizje e syrit, pra Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i shpëton asnjë vepër e asnjë njeriu pa e ditur ai. Andaj pra, sa më shpesh që e kujtojmë këtë, ne e ndalojmë dhe e frenojmë vetveten tonë nga bërja e mëkateve fshehurazi. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wama ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fi." Nuk ka mundësi që ju ta bëni ndonjë vepër përveç se ne të jemi dëshmitar, të jemi prezent për atë vepër të cilën ju e bëni. Mënyra tjetër për të shpëtuar nga mëkatet fshehurazi është që muslimani kur t'i vinë ndonjë mëkat, kur është në vetmi, ta paramendoj se së bashku me të gjenden ata të cilët i respekton dhe i nderon. Pra ta paramendoj sikur para tij të ketë ndonjë njeri apo një grup njerëzish të cilët ai i nderon dhe i respekton. Pra ta paramendoj se ai nuk është vetë në vetmi, por e shikojnë njerëzit. Pra kjo është një mënyrë që ai të shpëtoj nga mëkati kur bëhet fshehurazi. Pra në të njëjtën kohë ai duhet të turpërohet pra nga Allahu subhanahu wa ta'ala më shumë se sa turpërohet nga njerëzit. Në një hadith të cilin e transmeton Bazari dhe Merveziu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: "Wastahi min Allahi istihya'aka rijalan min ahlik, istihya'aka rajulan min ahlik." Thot: turpërohu nga Allahu ashtu siç turpërohesh nga ndonjë njeri i familjes tënde. Pra, turpërohu nga Allahu siç turpërohesh nga babai për shembull, apo turpërohu nga Allahu pasi turpërohesh nga nëna, nga bashkëshortja, nga vëllai, nga njerëzit në përgjithësi. Pra, ashtu siç turpërohesh nga njerëzit, më meritore është që ti të turpërohesh nga Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili është krijuesi yt dhe është mbikëqyrësi yt. Mënyra tjetër për të shpëtuar nga mëkatet është që njeriu ta paramendoj që vdekja i vjen në momentin kur ai e bën mëkatin fshehurazi. Pra, në momentin kur ai dëshiron ta bëjë mëkatin, le ta paramendoj se në atë moment mund të vi vdekja dhe mund të vdes, pra është në atë mëkat. Pra mund të vdes në momentin kur e bën mëkatin, dhe kjo le të jetë një mburoj apo një frenim që ai të largohet nga ai mëkat. Duhet ta kujtoj se si do ta takoj Allahu subhanahu wa ta'ala po që se vdes në këtë gjendje. Andaj kjo është një mënyrë e mirë për t'ia mundsuar njeriu të largohet nga mëkatet fshehurazi. Dhe mënyra e fundit të cilën e kemi përgatitur për të shpëtuar nga mëkatet fshehurazi është të kujtuarit e asaj që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përgatitur si shpërblim për ata të cilët nuk bëjnë mëkate, qoftë para njerëzve e qoftë fshehurazi. Pra, kur njeriu planifikon dhe dëshiron e gjen momentin në vetmi që të bëjë ndonjë mëkat, duhet ta kujtoj, duhet ta sjellë në mendjen e tij shpërblimin, pra shpërblimet dhe të mirat, begatitë e Allahut, të cilët i ka përgatitur për këta njerëz, të cilët turpërohen nga Allahu subhanahu wa ta'ala dhe për hir të tij i lën veprat e këqija, largohen prej harameve. Pra, me vetë për kujtimin e këtyre shpërblimeve, njeriu pra e frenon vetveten e tij nga mëkatet të cilat i bën fshehurazi. Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet kuranor thot: "Afaman yulqa fi an-nari khayrun am man ya'ti aminan yawm al-qiyamah." Pra, më mirë i ka punët ai i cili hidhet në xhehenem në ditën e gjykimit, hidhet në zjarr, apo ai i cili i vjen i sigurt te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa dyshim se përgjigja është se më i mirë është se ai i cili vjen i sigurt te Allahu subhanahu wa ta'ala, se sa ai i cili do të hidhet në zjarrin të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përgatitur si dënim për ata të cilët bëjnë mëkate, qoftë fshehura, qoftë në praninë të tjerëve, e sidomos fshehurazi pra kur janë në vetmi. E lutim Allahu subhanahu wa ta'ala të gjitha këto porosi të cilët i dëgjuam gjatë kësaj ligjërate, së pari të jenë pra si dobi për mua e pastaj edhe për juve, dhe e lutim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na bëj prej atyre të cilët turpërohemi nga Allahu, turpërohemi që të bëjmë mëkat, qoftë
kur jemi në prani të njerëzve, e qoftë kur jemi në vetmi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-aliyyal azim li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.